Pranvera me temperatura të larta dhe mungesa e dezinfektimit të hapësirave të gjelbra kanë sjellë shfaqjen më herët të sulmeve nga insektet dhe gjarpërinjt në Fier. Konstatohet me shqetësim se me ardhjen e motit të ngrohtë, të bile të nxehtë mund të themi, me ngritjen e temperaturave të ambientit, fatkeqësisht janë shtuar shumë gjallësat helmuse, që nga insektet, edhe zvaranikët, edhe çdo lloj insekti tjetër që nga vapa është bërë, domethënë, helmues dhe agresiv, edhe alergjik. Kjo vjen jo vetëm nga vapa, por kjo vjen edhe nga mungesa e dezinfektimeve dhe deratizimeve nëpër tokat bujqësore, nëpër vendet dhe ambientet ku rriten dhe zhvillohen këto gjallësa. Rastet e para në urgjencën e spitalit të Fierit u regjistruan në muajin prill, kur disa infermer u pickuan nga vejusha e zezë. Gjatë muajit maj, të paktën 7 pacientë morën ndihmë mjekësore në spitalin e Fierit, ndërsa po aq raste u paraqiten edhe në spitalin Memorial. Sipas mjekut toksikolog Lulzin Banushi, shqetësues mbetet fakti se përveç pickimeve nga merimanga e zezë dhe akrepat, janë regjistruar edhe raste të sulmeve nga zvarranik si në përka. Temperaturat e larta dhe thatësira ndikojnë në rritjen e përqendrimit të helmit, ndërsa mungesa e dezinfektimeve favorizon shtimin e tyre. Thatësira dhe moti i nxehtë ndikon në mënyrë absolute, domethënë sepse ndikon në koncentrimin dhe në përqendrimin e toksinës të helmit. Kështu që duhen zbatuar disa këshilla, disa shumë, veç dezinfektimeve, deratizimeve në ambientet, domethënë, bujqësore dhe në ambientet të oborreve, të shtëpive, të tokave, ku ashtu duhet marrë masha dhe të punojnë me mjete mbrojtëse, me doreza, me cizme, me maska, me kominose. Domethënë, duhet kontrolluar vendi përpara se të futush duart edhe të bësh punë të ndryshme, domethënë duhet kontrolluar vendi me kujdes. Vetëm një ditë më parë, në qendër të qytetit të Fierit u pa një gjarpër i cili sipas ekspertëve nuk është agresiv, por prania e tij në zonën urbane mbetet shqetësuese. Alarmi për shtimin e gjarpërinjve dhe shfaqjen e tyre pranë zonave të banuara është dhënë jo zyrtarisht nga strukturat shëndetësore, sidomos në zonat rurale, ku regjistrohen rastet e para të sulmeve nga insektet dhe zvaranikët.